Në vijim të operacioneve të njëpasnjëshme të zhvilluara mbi bazën e informacioneve të siguruara nga punët operative në terren, si dhe kontrolleve të shtuara për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, shërbimet e Komisariatit të Policisë Kurbin kanë finalizuar operacionin policor të koduar Alias. Si rezultat i veprimeve hetimore dhe ndërhyrjes në kohë, u bë i mundur arrestimi në flagrancë i shtetasit Andi Krasniqi, alias Andi Leshi, 42 vjeç banues në Mamuras. Gjatë kontrollit të ushtruar në ambientet e hotelit ku ky shtetas qëndronte, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një armë zjarri tip pistolet, së bashku me krahër dhe municione luftarake. Po ashtu, gjatë kontrollit fizik ndaj tij, u konstatua edhe një sasi lëndë e dyshuar narkotike e llojit kokain, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Veprimet proceduriale lidhur me këtë rast janë kryer në bashkëpunim me prokurorinë pranë gjykatës së jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë, ku materialet janë referuar për vijimin e hetimeve edhe ndërmarrjen e hapave të mëtejshëm ligjor.